Merall po hy në kuvend për seancën për të cilën u therrën. Me të futur brenda, po japin edhe nënshkrimet. Ani pse seanca konstituive ishte parapar për në orën 10, ky orar si shpeshherë nuk u respektua. Gjersa pritej nisja saj, disa deputet patën kohë të bëjnë edhe fotografi. Seancën nga afër e ndoqi edhe djali i Afrim Bunjakut, polici të vrarë në Banjsk të Zveçanit. Rreth gjysmë ore pas, në sallë arriti edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Një përshëndetje me kokë u bëri deputetëve opozitar. E pas tij, erdhën edhe Glau Konjuca e Xhelal Sveçla. Me të rahatuar të tre, seanca filloi. Fjalën e mori deputeti me vjetër Avni Dehari nga lëvizja vendosje, që seancën e udhëhoqi bashkë me deputeten më të re Fatma Taçi nga Partia Turke. Zvonoi shumë, e Dehari bëri thirrje grupeve parlamentare që të propozojnë nga një deputet antar të Komisionit për verifikimin e mandateve. Subjektet politike në vim përfaqësohen nga një deputet, të cilët do të jenë njëkohësisht antar të komisionit. Pas përfundimit të propozimeve, Dehari vendosi për një pauzë 30 minutëshe. Megjithatë, kjo pauzë gjati rreth një orë. Më pas, lajmi u dha se gjithçka është në rregull dhe mund të procedohet tutje. Komisioni ka konstatuar vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Tutje sipas rendit të ditës u bë edhe betimi i deputetëve. Betohem. Pas kësaj, fjalën e mori kryeministri në detyrë Albin Kurti. Kërkojmë kohë shtesë që t'u japim shans bisedimeve politike për marrëveshje për president a presidente të re. Kësaj Dehari e ndërpreu seancën. Me që nuk kemi emër nga subjekti më i madh, atëherë obligohem që të ndërpres seancën. Për vazhdimin e seancës do të njoftoheni me kohë. Afati për konstituimin e kuvendit përfundon të premten në mesnatë.